Sami Gjoka ju flet 3-4.000 vjet më parë, kur në Ballkan ndodhen katastrofat e mëdha me marimin e epokës së bronzit, që përkon me edhe më rrëzimin e Trojës, edhe më shkatrimin masiv të gadishullit ilorik, shteteve që ishin mrena botës pellazge. Historia rrëfen se ka qenë një shpërngulje jashtëzakonisht e madhe e njerëzve që ikën nga gadishulli ilorik, pra nga duke fillu nga ku është Turqia sotme e deri sipër Kroacisë e Slavonisë. Kjo ishte qendra e botës pellazge në atë kohë, edhe në mënyrë që historia nuk mundet kur të mohoj. Ajo ka është e gdhendme, jo vetëm në legjenda e mite, si për shembull Dardanët, që ikin nga Meronjën e Trojës, nga gadishulli ilirik, për arsye se Troja akoma nuk e dihet saktësisht se ku ka qenë, në Durrës a në Shkodër apo në Turqinë e sotme. Por legjendat rrëfen që Dardanët ikën nga Troja edhe themelun në Romën. Këto nuk janë burime shqiptare, këto janë legjendë dhe mite që pastaj më vonë janë bë dhe pjesë e letërsisë, si tek Virgjili, Enea. Mirë po, nuk është thjeshtë se këto janë mite, këto janë legjenda, edhe që s'kan baza shkencore se baza historike. Si dalin për shembull fatkeqësisht për ne shqiptarët, disa shqiptarë që i kemi marrë si historian, i kemi marrë si gjuetar dhe që punojnë për Akademinë e Shkencave, dhe një nga më notorje, si thonë famkeqet njerëzit më, është një shkrimtar me emrin Xhavat Lloshi, gjuetar. Mirë po, për te i këtyre çikrimeve që do të meten në historinë e kombit shqiptar si vëmjet dhe zgjebja e inteligjencës shqiptare, faktet historike janë të pamohueshme që 3-4.000 vite më parë, me marimin e epokës së bronzit, Bronze Age, shpërnguljet nga gadishulli ilorik ose pellazgjik ka qenë aq masiv sa që s'ka mund kur ta mohoj dhe ta harroj koshjenca e njerëzimit ndërkombëtar. Janë historike, të vërtetume, shpërngulje dhe lëvizjet masive nga Ballkani drejt pjesës perëndimore të Evropës dhe pjesës veriore të Afrikës, si dhe drejt Levantit. Edhe gjithë këto dyndje, historia i ka inshëzuar për rekorde, si thonë, si lëvizjet e njerëzve të detit, the Sea People, pra lëvizja e njerëzve të detit. Këto njerëzit e detit, vëllezër e motra, nëpërmjet burimeve historike, shkencore që vërtetohen çdo ditë më shumë,
të regojnë se vinë pikërisht nga rrëthinët e detit e gje, edhe pra ku është Greqia, Shqipëria, ku është Ballkani, si që qumë në sot, edhe ikin drejt perëndimit. Tashti, historianët tanë, këto liliputët e shkencës, këto që kanë masturbu me bolet e njëri tjetrit, këto të regojnë në të njëre, si që të regojnë për shembull një Xhevat Lloshi, që thotë që Pellazgët nuk kanë jetu. Po dhe në qose kanë jetu, ata kanë qenë racë evropiane, dakor, deri këtu. Kurse Ilirët thotë, janë racë indo-evropiane. Në radhë parë, shkencë nuk njeh pohët për gjuhët evropiane që si gjuhë indo-evropiane që sa vjen edhe rëzohet kjo teori, por jo si popull indo-evropian. Këto janë aq idiot. Si ky Xhevat Lloshi që fusin edhe popujt si popull indo-evropian. Por nga një anë ky Xhevat Lloshi që do të rregoj juve vitet më vonë, më pas, thotë që s'ka pas Pellazg. Nga ana tjetër thotë po pati pas, nuk janë Ilirë. Se kanë qenë evropian, kurse Ilirët ky bon indo-evropian, rasë indo-evropiane s'ka pas kur. Po ka një teori edhe njerë gjuhë indo-evropiane, që edhe njerë është një teori që çdo ditë më shumë po e humbë dhe shplefson atë vlerën si teori e gabume. Por pastaj thotë që dhe Ilirët nuk janë, por nuk të na tregon asnjë fakt se nga erdhen që s'qekën indo-evropianë. Dhe pastaj bile thotë ky idioti, ky poshtri, ky maskara, ky vemje, ky zgjepe që thotë dhe shqiptarët bile nuk janë as pasardhës të Ilirëve. Pra shikojini se çfarë teorie maskaresh e të gabume, e prej zgjepësh edhe jo, edhe që marrin para shqiptare. Rafejn Pellazg nuk e pas, kur faktikisht ja, unë po jo të rregoj juve këto, shifni këto kultët e Pellazgëve, ku ato kanë hiqë para 3000 vjetëve. Pellazg nuk e pas, po dhe po pati pas kanë qenë evropian. Pastaj s'ka pas, por po pati pas ata janë zhduk. Edhe pasaj kur janë zhduk ka ardhur një racë tjetër, Ilire, që kjo racë edhe po pati jetu nuk është racë evropiane, po prapë se prapë, edhe në qose ka qenë ne shqiptarët, nuk jemi pasardhës të tyre. Këto thot ky maskara, ky idiot. Edhe për një sekond që ju të përthithni këta, po i jap një lloj, prap një 2 minuta nga muzika e vjetër pellazgjike që luhet me instrumente muzikore armene që kanë ekzistuar në Pellazgji, pra në botën pellazge, ku futen sot shqiptarët, armenët dhe grekët me të dhimbjen e madhe të asaj kohe, të kohës përfundimit ose marrjes fund rrëzimit të epokës së broncit.
Edhe njëherë, pra bota pelazke është një botë që ka ekzistu, një botë që kalon pas vetës, pa fundësi artefaktësh, uniformësh, për këtu duke fillu që nga dinastia e Ramsit të dytë ose të tretë, që është 1200 vjetë para ere sonë, që është 3-4.000 vjetë për para se të vinde Xhavat Lloshi, Sami Gjoka edhe këto idiotet. Mirë po, që të studiosh gjuhën, nuk mjafton të meresh vetëm me për shembull siç merret e Granda Lipaj, vetëm me morfemën e fjalëve, sepse kjo mund të tregoj se kujt i përket një fjalë, kujt gjuhës shqipe apo gjuhës latine, por që të studiosh kombet, se kujt i përket duhet studiosh historinë. Edhe kush më bukur e thot këtë, mendoj unë se Elena Kocaki, për shembull një bisedë me debat me Xhavat Lloshin, ajo shprehet. Shiko, një gjuhëtar sot duhet niset nga ana historike për të shpjeguar lidhjet që kanë gjuhët në antikitet dhe mesjet dhe sot. Pra, që të shpjegosh gjuhën, si gjuhën shqipe për shembull, se ky është gjuhëtar, ky idioti, ti duhet të pasohesh të faktet historike. Kjo është nëse ne jemi të asaj gjuhë që është folë për para dhe kush ka jetu në atë treva, që kanë jetu pelazgët para ilirëve dhe janë pararësit e pelazgëve. Kjo nuk është se e kanë thënë shqiptarët, kjo nuk është se e kanë thënë grekët, kjo nuk është se e kanë thënë evropianët, kjo është se metet e këdhentme në gur. Për shembull, po të shikoni edhe një herë këtë relievin e kohës dinastisë 20 të Egjiptit, pra që është pra 3-4.000 vjetë e vjetër, që përkon pikërisht në kohën e rrëzimit të Trojës, pikërisht në kohën kur pelazgët ose popujt pa emër, letë mos i vejmë emër, iki në Ballkan, nga Ballkani, në kërkim të tokëve të reja, që themelojnë Romën e sejmë që kjo është një mit edhe një mitologji, por që vinë në Egjipt edhe këtu ja ku kapen, edhe kur kapen kanë këto kapelet, po të shikoni që janë, ja këtu, për shembull, janë të njëjtat me ato helmetat e mëvonshme të ilirëve, me krestën, me ata se thonë kreshtën prej puplëve që kanë, puplëve të kuqe zakonisht. Jo vetëm kjo, por vetë Egjiptianët ato i quajnë peleset, pelazgët, edhe peleset vlezër e motra, nuk ka qenë gjë tjetër veç se siç i quajnë hebrejt, pra ata që futët i kanë quajtë plistim. Plistim që do thot pushtim, pra pistim, që është po edhe fjala e pushtimit si ishin pushtuz. Mirë po, i harrojmë edhe këto, po kur shkon pastaj vetë, jo vetëm Egjipti, por që quajnë pelese për pelazg, por artefaktet që zbulohen sot e kësaj dite, se ky Xhavat Lloshi thotë në një konferencë, aty që thotë vazhdimisht, që të bindemi që ka pelazg, ne duhet të dimë rritin e varreve, të shohim varre, ku janë varrosat, të shohim zakonet e tyre, sikur ai lloj njeriu, ja, shiko do të tregoj juve, ai lloj njeriu nuk din rat parë, a ka pas apo s'ka pas, e mohon qenjen. Si mund të di ai se çfarë artefakti është i pelazgëve dhe nëse e gjejmë çdo ditë? Po të gërmojmë në tokën e Durrësit, po të gërmojmë në Athinë, po të gërmojmë në Moldevi, po të gërmojmë në Turqi. Ku e din ai që një artefakt nuk është pelazg, kur ai nuk
nuk pranon qëndësin pelazke. Si mund është të bindësh këtë lloj idioti që ky artefakt është artefakt pelazke dhe nëse e gjejmë varrin, kur ti nuk e pranon qëndësin pelazke, çfarë do artefakti që t'japësh ty, ti s'do ta pranosh ato, por mos harroni që këto janë idiotësirat njerëzve shumë pamuk, për arsye se ka kombe në botë që i djegin kufomët dhe nuk i varrosin, e jo mot i varrosin. Ka pas popull si populli jon shqiptar, që pas ardhes së turqëve, që kur varrosin e në varros pa bile dhe arkivol, me qefina mblell. E ku të gjej ky klysh idioti, ky kërpush, ky vemje, ky njeri që pjerdh me gojë. Ku të gjej ky që janë apo s'janë shqiptar artefaktin, kur shqiptarët për 500 vjet, të paktën shqiptarët musliman, janë varros vetëm me qefina pa dhe arkivol, që të tregoj që janë shqiptar apo serb. Po gjojeni këtë idiot. Nuk duhet ta propagandojmë, të ngulim këmbë, që ne kemi prerje pelazke dhe gjuha jonë ka prerje pelazke. Pelazgët është një nocion abstrakt, i përmendur në disa tekste që në kohën e Greqisë vjetër, por nuk është. Çfarë ka studiuar ky idiot? Çfarë ka studiuar ky budall? Kur të gjitha burimet e lashta deri në Egjipt i përmenin pelazgët, i quajnë Pelles, i quajnë njerëz deti, edhe quhet kjo circumstantial evidence, do thot, edhe në qoftë se nuk është komplet e sakt, ti tash ke një popull që vjen edhe quhet popull i detit, popujt e detit janë quajtur. Vin nga veriu e Evropës, edhe nga kryesisht nga Egjeu, pra aty ku është zemra e pelazgëve. Edhe vinë dhe pushtojnë botën dhe kanë krejt zakonet, kanë krejt ato që janë që quhet Egjeut, pra të detit të Adriatik, midis detit të Adriatik dhe detit të Egjet, ati territori ku ishin pelazgët, kanë lënë mos ato arkitekturën që flet jashtë të tyre, edhe sidomos ajo e qeramikëve, edhe si quhet kjo e vazëve, që janë vaze nga Misenia, ja të gjejnë juve për shembull ka arkitektura, ja shifni këto, edhe janë për shembull kjo Papigades quhet kjo. Papigades është perëndia e qetësisë shpirtërore dhe e gjumit në mes pelazgëve, në grekëve deri vonë, grekët dhe ilirët. Pra edhe ka sipër po të shikoni ato të hashashit. Hashash kemi quajtur në një lloj lulkuqi, por nuk ka si lulkuq, por i ka ato ngjyrat si blu, si jeshil, edhe që kur ishim në të vegjël më menon që i përdorin plakat për të vënë fëmijët në gjumë. Pra, pastaj është ajo nëna e lavdishme, nëna madhe, për të shikoj mos i kam gjatë, ja, nëna e lavdishme, që është e pasardhësve të pelazgëve në Ballkan, është nëna e lavdishme, po të shikoni ju këto dyja, këto janë nënat të Misenisë, pra ku ishin pelazgët, edhe këto i kanë pasaj ato, kjo lloj që ky thot s'ka, se du me thënë të varet, jo vetëm që gjendën varet, çdo ditë, edhe sot të kësaj dite, për shembull në 5 qytetet e pelazgëve ose Palestinëve ose Pelesëve, që mes cilëve është Ashkeloni, është Gaza, kush është tjetër, është Ashdoda, edhe në Ashdod për shembull tregohet edhe se si fillojnë edhe vendësit i bëjnë këto, kjo është e Ashdodës, i bëjnë statujet në bazë të pelazgëve, edhe që është akoma dhe më fantastike për këtë idiot, i bëjnë me qeleshën e pelazgëve që vazhdon të jetë akoma edhe sot e kësaj dite, pra mes shqiptarëve. Pra jo vetëm që këto sollën ato perëndit e veta, pelazgët që ishin të ku është Greqia dhe Iliria sotme, ose Shqipëria sotme, vinë nga ajo terren, sjellin gjuhën shqipe, sjellin që është akoma ekziston bile, për shembull, edhe vetë emrin Plis, për qeleshe, për pelazg, për që vjen nga Pela, e më vonshme, e Maqedonisë, edhe që krijon edhe plishtim, për pushtim, pushtuesit. Të gjitha këta çojnë edhe ato vetë e lidhin gjithmonë
me agency, që agency do thotë kadeti e gje, me misinjen. Pra ky popull, varet që ato gjenë, varet vlezër e motër që thotë s'ka vare, varet që ato që futët gjenë sot e kësaj dite, janë vare që i përngjasin për të mos i gjejë, se i di që i kam rujtë në sa vende. Janë, si pasëm, arkivolët e Palestinës që gjenë sot e kësaj dite, që i gjenë me këta artefaktet që vinë nga Balkani, që i gjenë çdo ditë, këto arkeologët që futë, tregojnë atë që këtë thotë këtë idiot, mi tregoni, mi gjeni varët e pelazgëve, ti qëfar njën kohën e në verit, që ti s'linte kur dashte shkojas në banje pa lejen e Partisë Komuniste, po të paktën sot pse ti dalesh kundër një numër të madh shkencëtarëve, pafund arkeologëve kryesisht, që dëshmojnë artefaktet që gjenden çdo ditë në Filestinë, pra në Palestinë që janë sot në Izraelin e sotëm, edhe i lidhin të gjitha me popujt që vinë nga Ballkani, me popujt që vinë nga Misenia, me popujt që vinë nga Egeo, që është vetëm pelazgjia, pra, ti si mundesh ti mori idiot dalesh kundër atyre, kur ato të vinë të thonë ty me sa që kjo është, këta janë uniformat e babes tatë, këta në parat e gjyshrëve të tuj, florit e gjyshrëve të tuj, ti dele dhe thuj, jo, nuk janë tonët, nuk janë të mijët, që është kjo idiot, që janë këto psikopat. Edhe herë se më baderia këti telefoni, po më bjen, nuk e di se që ka gjetë telefonin, por të meresh me këto vemje, edhe t'i qush këto pastaj që janë antarë të Akademisë e Shkencave Shqiptare, është të merë. Po, me që do të përfundoj shpejt se s'kam këshu bateria dhe të mëllët, dhe të gjemë sa budolliqe nga ky idiot. Dhe është përfaqësues i shtuar i saj. Po kështu janë Hasan Ceka, Alex Buda, Meldomi, Shaban Demire, mos përmend emrat të tjerë. Pra, edhe herë shif çfarë përmenin këto klysh kurve, përmenin ata sojnë në sarallapin e dhejmjeve të veta, që s'kanë bo asgjë tjetër, por kundërshtojnë të qenit shqiptar, të qenit që vinë nga pelazgët, edhe që nga pelazgët vinë liret e shqiptar, por edhe thot, kështu ka thonë Alex Buda, kështu ka thonë, këto klyshet e kurve dhe dhejmje si ky, që kanë masterbu me bolet e njën e tjetrit, vetëm për mohimin e çdo vlere shqiptare. Nese, kush meret me këto? Mos e prishim më shumë gjakon për vlezër e motra. Ne, shqiptarët, jemi autokton, kemi qenë atje gjithmonë, rrujmë gjuhën e vjetër të pelazgëve, rrujmë zakonet deri edhe ke, jo vetëm helmetet që janë, po deri edhe qeleshën e pelazgëve prisin nga vinë këto. Kemi qenë aty dhe jemi autokton, ilirët dhe grekët janë pasarësit e pelazgëve, që 1000-2000 vjetë më vonë, kur rëllzoj edhe një herë nga ana intelektuale, Greqia e lashpra populli pelazg, e kishin harru prej sa shekujsh kulturën dhe traditën dhe prejardhin pelazge, edhe mirë po, kur ne kishim harru, ishin të tjiret që e gdhentnin për ne, ishin egyptianët, me të cilat të ndesh nga pelazgët, edhe runin, edhe ti si mund të kërkosh ti botën pelazgë mor idiot, në Baldën dhe Moçalin e Mizëqes, edhe në Durrës ku edhe ato më të vonshme të ilire ne i gremisim dhe i mbyllim me beton, kur ti nuk shkon edhe të kërkosh ku dyndën pelazgët që mund t'je ndrujt, kur ty t'i ka ndrujt për sot 3-4.000 vjetë relievet e Egjiptit lash që i përshkrujnë pelazgët si që janë edhe nga vinë, edhe kur i zbulojnë çdo ditë Izraelitet në tokën e tyre, ose në tokën që kishin pushtu pelazgët, si kurse dhe Fenikset në pak më në veri të tyre në Libanon. Sami Gjoka ju përshëndet. Edhe herë, le ta mbyllim këto me muzikën e bukur të instrumenteve armen që janë instrument pelazg të asaj kohe 3-4.000 vjetë më parë.
Sami Gjoka ju përshtet.